Tani kemi arritur në një moment të intervistës ku do filloj me lojrat. Okay, fun, I love games. Do të thonë, kjo loja ime është çik më e lehtë, po sa vjen dhe kalojnë raunde, tash më shumë vështirësohet. Loja e parë është e kam bërë se kam bërë. Okej? Nëse do mund t'japësh edhe ndonjë koment shkurtër. Atëherë, pyetja e parë, jam penduar për një marrëdhënie që kam patur. Po, normal, për gjithë. Për gjithë eksakt. O zoti, më duket tani se ka pasur një 28 cop. Po, je po tash penduar. njeriu kur është i vogël bën gabime, ndonjëherë vetbesimi të vetë në fund, ndonjëherë ndihesh e vetmuar, me të parin butallaqi del përpara, ngatrohesh, zgjat 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, edhe mbyll. Çfarë më bë? Janë gjëra që ndodhin, hajt më. Kam flirtuar me një personazh të politikës. Jo. Ja. Kam marrë mesazhe kërcënuese. Unë po, si bie? Po, kam marrë. Kam ofenduar një personazh të famshëm sepse nuk më pëlqente. Në sy, jo. Po brava krave. Brava krave, pa Ja. Unë përpiqem të shmang këto. Okej, nëse është një gjë që mund ta them pa i kaluar ato kufit e them, po që përpiqem të shmang këto debatet, gjërat, po që njerëzit ndonjëherë kur janë për të shar, mbase si shajm në sy, po që në Nga mbrapa i shajm. Hajt më. Kam trastuar. Jo, nuk e kam bërë. A je trastuar? Po. Okej. A e ke falur? Asnjëherë në botë. Nuk do e falje kur tradhtin, ë? Unë jam shumë tip hakmarrse dhe nëse do e falja tradhtin, sepse do tratoja mbrapa. Do thoshte do humbja kon nga vetja jote, po që hajt më thjesht. Plumbi me plumb zire më të plumbi me Unë plumb. mendoj se ka kënaqësinë e vetë dhe ajo hakmarrja dhe mendoj se njeriu duhet edhe ta hakmerret ndonjëherë. Pse jo ta provoj vajna. Ndjes që ju ndopres transmetimin e intervistës dhe WTF Show, por duhet të bëni subscribe më poshtë. Ky butoni i kuq apo i zi varet çfarë telefoni keni, për të mos humbur asnjë nga prodhimet e Andale. Kam thënë gjëra kontroversiale vetëm për klikime. No, never. Nuk e bër kompromis kurrë me atë gjë. Më ka dalë nga goja siç e kam bërë nga shpirti. Hajde. Kam shkelur ligjin. E ke bërë, çfarë ke bërë ti ideja që ke shkelur ligjin? Tash çka kam bërë? Po ja ndonjë gjë me makinë, për Ka ikur shembull. kontrabandë. Ndonjë gjë me makinë. I ke dhënë makinës e dehur? E dehur po, i kam dhënë. Gabim, shumë gabim. A e ke përplasur? Jo, nuk e kam përplasur. Ku ke përfunduar e E kam dehur? gërvisht, po që nuk e kam pirë bar për shembull që edhe kjo është thyrje ligji apo jo. Jo me se Pas një ke cigare shkuar lejohet. Një cigare Për përdorim personal. Për përdorim personal një cigare lejohet. Si ta dini. Do lëm numrin këtu. Nuk kam bërë ndonjë gjë tjetër. Okej. Me kaq sa më kujtohet tash, tani po no, kaq. Po doli në një rrugës dhe do ta pranoj me vetë. Kam fjetur me një personazh publik të njohur. Nuk e ke bërë Nuk më pëlqen të gatrohem me vetëm me jo personazhe publik. Okej. Jam konfliktuar fizikisht me dikë. Kur ka ka shumë ka. Asnjë kapje e lehtë prej flokës. Flokës fundit me motrën time para një 4-5 vite. Po më vjen Shumë Kisha shumë vite se unë me motrën ime shumë të afërt. Duhet një shkundje një herë 4 vite. E rrako dhe shkundi janë do. Zën kod. E rahe apo të rahu? Me të drejtë të gazet më rrinte ajo, nuk di se. Po më rrava. Dhe pyetja e fundit, kam gënyer në këtë intervistë. Jo, nuk e kam bërë. Okej, bravo. Tani nga njëra lojë do kalojmë te loja tjetër, ngjitur me ty është Bazeri. Unë do të jap ja shtypi ky. Që ta tregoj. Pa ta shikojmë pak bazën. Tani unë do të jap emra personazhes dhe ti do më përshkruash këto personazhe me 2 fjalët e para që të vinë në mendje. Okej. Do shtypësh Bazerin 2 fjalët e para sa më shpejt aq më Do të mirë. them 2 fjalë të shtyp bazën apo shtyp bazën dhe them 2 Shtyp fjalë. Bazerin 2 fjalë. Okej. Okej? Emri i parë, Eriola Doçi. Shtype mirë. Ashtu da. Seksi edhe ç'a mund të themi tjetër për Eriolën, wasa vështirë që me Shpejt. Kam kohë Shkatrojt bota. A mos them seksi dhe bukurosha apo në të njëjtin gjë? Jene të Jo, një jo, kategori. ndryshe nga bukurosha. Po, mund t'i thuash. Po tash, wow. Mbete vetëm te pamja fizike. Pa mirë, prit. Shpejt. O Ke armë shkatrua në po kokë. vjen, po. Jo. Nuk më vjen asnjë fjalë tani për momentin. Kjo tregon shumë për ty. Pa mirë e qiltër, faleminderit. Okej. Një herë të ndihmoj. E dashur, mund të me dashur ose Okej, vajzë ja, dashur. mos Okej. të ndihmo më. Po, sorry, faleminderit. Meriton Mjekiçi. Në një gjë është djalë bukurosh Shtype një, shtype. Bukurosh dhe i sjellshëm. Okej. Selim Bollati. Vajzë e shkathët. Po, jo po them zhgënjyse është ndjesi, nuk e shkruaj nuk është për këtë. Jo, nuk është naive, është shumë dinake. E shkathët dhe dinake. Okej. Super. Jacqueline Lekatari. Shumë inteligjente dhe
nuk kam fjalë për Jacqueline, unë Jacqueline dashuroj. Unë mendoj Jacqueline ka qenë personazhi që më ka ndikuar më shumë mua në jetën time nga gjithë personazhet publik, sepse është vajzë edhe zgjuar, edhe artikuluar, edhe e dashur, edhe e drejtë. Domethënë nuk kam vetëm fjalë të mira për Jacqueline. Okej, fjalë mjaftonin një paragraf. We love Jaku. Sorry. Personazhi i radhës. Tom Kuka. Kush është ky me? Pikërisht. Kush është ky? Të thot gjë ky emër. Një shkrim. Është një Jo, shkrimtar. sorry, ndjes. Pseudonim. Është pseudonim. Është shkrimtar, por është dhe moderator. Është E ka moderator. pseudonimin Tom Të Kuka. lutem. Enkel Demi e dashur. Jam shumë e humbur për momentin. Ka gjë. As Enkeli nuk e njeh. Ma në një foto të lutem. Jo, Enkel Demi që bën të kutin, që e hapte Kutia e kutin. fundit në Para ta tregoj kosh. foto. S'ka gjë shpirtëtare hënës ka jetuar në hënë. Di se kush është i vjetër? Vjetër. Okej. Jam një keldi. Po, e di se kush është. Patjetër që di se kush është, jam rritur me të thjesht kaq, nuk Ky është Toni Motor. Dhe personazhi i fundit, Ervin Saliani. Romantik nga ajo që kishte thënë për Gridën se më pëlqeu, edhe po mund të them që është djalë ambicioz. Mendoj se ka për të ecur edhe në politik. Më pëlqen. Bukurosh, Edhe me do i Gridën thoje? Më pëlqen. Nuk është në shijet e mia, Me po nëse i stile- pëlqen Gridës, hajde më. Me zoj. Me sti dhe Edi Ramës, këtë zgjidhje. Tani, Si unë pani, si nuk kallup. jam mbështetëse e Partisë Socialiste, po Edi Rama më pëlqen shumë Të ironia intrigon. që ka pa tjetër. Më pëlqen shumë intervistat e veta, ka humor, ka një ironi të hollë, është i zgjuar, po thash, nuk e mbështes nga ana politike, po që ti japim atë që i Triumfon takon. Edi. Është Triumfon. Edi e ka inteligjencën e Tani. vet, të bën për vete. Erdhi koha. Të sfidohesh Dea. Se bën sikur do luaj Po, olimpik. Jemi Tani, Qa kemi tani, Dea, ha? ti je shumë aktive në Instagramin tënd. Po. Edhe unë zgjodha sot të sfidoj me 3 produkte të ndryshme. Se si do t'i shise, se si do t'i reklamoje ti audiencës tënde këto produkte. Po, Sjellin patjetër. produktin e Po. parë. Sjellin produktin e parë. Si do ta shisë, si do ta reklamoje preshin ose prasin ose nuk e di çfarë i thon zonat e tjera. Përshëndetje, tani ju nuk e dini se sa i mirë është preshi, edhe se sa gjëra mund të gatuani me këtë presh jo. Edhe pastaj do filloj të shpjegoj në një recetë. Kështu do e bëja për Instagram, ndërsa për TikTok do thosha preshi nuk përdoret vetëm për të fluturuar me peshë. Dhe kjo mendoj ai është ai huku i duhur. 2 Që ti sekondë. japi. Algoritmi. What the algoritmi. fuck? Sa preshi kaq mjafton domethënë që njerëzit të bëhen. Shite. Mendoj se duhet ta hani presh, mund ta gatuani me pak djathë, është shumë i freskët. E ndjej erën e këtij preshit tim. Hani presh. Okej, kjo tingëlloj. Ma e që se e mbush shejtani. O baba. Tani objekti i dytë është më romantik. Hape pak, shikoje. Përshëndetje të gjithëve. Nuk më pëlqej kjo përshëndetje edhe një herë tjetër. Hello, sot kam marrë një dhuratë dhe mezi po pres që ta hap me thënë të drejtën. Hapi kutin, modër, hapi Sorry, kutin. Duhet ta nëse- kthejmë prap. Nëse, wow. Ta. Jam shumë kurioze të shikoj ngjyra e kuqe është ngjyra ime preferuar. Është një unaz, o zoti i madh. Më Tani Dea pëlqen do e shesësh sikur jashtëzakonisht është shumë. unaza që Sigur të ka është unaza, propozuar i dashur, kështu do e shesësh. Do martohesh Dea. shikon te Jo, kamera se dhe jep e ka njoftimin. diamanti shumë të vogël, më vjen shumë keq. Ska gjaj, Nuk e sa kisha ka. nxjerr. Prandaj Është është Nuk e vështirësia. kisha nxjerr o Prandaj shpirt. është vështirësia, duhet ta prandaj është shesësh. sfidë. Dhe me aq diamant duhet ta shesësh. Ti kur shite prasin Prit oj një sekond motër, s'po tash. shet një unaz me Prit një diamant. Le t'i sekond japim tani. ka. Kohëve të fundit kam kuptuar që duhet i largohemi pak materializmit dhe duhet të vlerësojmë më shumë dashurinë. Kështu që unë kur mora këtë unaz, kur pash që diamanti ishte shumë i vogël, thash mos të mërzitem, edhe As nuk të Nuk e reklamoj dot këtë zemra, Po po nuk më t'vjet e kishte ndryqoj. mesit, o Dea. Jo, po nuk shkëlqeu ky që të verbohem ky diamanti, nuk e shes dot Nuk shpirtin. do e pranoj edhe propozimin nëse do ishte me atë gur. Do i thoje jo Do të partnerit. thoshte jam smur Sa zgjidhur. karate sipër. Tashi nuk është se kam ndonjë kështu, po të doja një diamant pak më të madh. Të shkëlqente një çik, ta Ah, tregoja një çik kështu, Mendo se këtu motër se s'do Ta lëm tregoj. rrogën me atë. Sorry, unë nuk më duket se çka fare për këtë punë, nuk e di. Nuk e di si ja kam bërë deri më sot. Nuk e di si ja kam bërë deri më sot. Objekti i tretë dhe më i përdoruri, më i bukuri nga të gjithë. Tada!
baba. Letër higjienike. O baba. Është e papërdorur. Është e papërdorur. Nga jashtë. Letra higjienike e mban tuaj të pastër. Vetëm kaq. Pak Kështu thithse. Ç'është? E më absorbente ç'është ato? Po nuk është Pampers o shpirt letër higjienike. Është skena e Deas. Je në tualetë dhe ke mbetur aty sepse nuk ka ujë, të duhet me patjetër një letër që të pastrohesh mirë para se të vazhdosh punët e tua. Ju prezantoj me letrën time të veçantë me lule, e cila përthith të gjitha mikrobat dhe papastërti të cilat nuk ju duhen më, në mënyrë që ju të keni një ditë sa më të bukur edhe pa aromë në pjesët tuaja intime. Bravo, Bravo. Ja dole. Është vështirë. Jo, tani e kuptova që pas kam nevojë për shumë praktik. Tani, me që se jemi te letrat higjienike dhe tek gjërat që bëjmë letrat higjienike, se më shaka. Jo, doja të pyesja pak se unë thash vërtet që ti ishe goxha aktive në Instagram. Do na tregosh në një bashkëpunim që ke pasur që ke marrë goxha lekë. E ke tërbuar fare. Sepse Shqipja, një nga episodet e kaluara na tha që nuk paguhen aq shumë sa thon influencerat, Jo, pra gënjejnë. edhe unë jam dakord me Shqipen. Janë shumë gënjejnë Po shumë. pse zgjedhin ta bëjnë këtë dhe të egzagjerojnë? Sepse Shqipra. është mania për tu pranuar. Unë shikoj vëre ndonjëherë gjë që njerëzit mendojnë se po të kenë pak lek ose po të duken sikur kanë lek, sikur marrin një lloj vlerësimi më të lartë ose më të madh. Unë jam shumë kundra kësaj gjëje. Unë edhe kur kam patur shumë lek në përduar, gjithmonë kam qëndruar chill se pse me ditë njerëzit sa lek e ti. E vërtet. Edhe historikisht e kam mohuar dhe kam thënë dhe kam bër sikur kam pak lek sa që kam patur realisht. Dhe mendoj se kështu do jem deri në vdekje. Po sa shumë më madhe që ke marrë. Unë nuk flas para zemra ime. Fmi të shikoj. Shiko Kostian, Asnjëherë shprit, asnjëherë thash, do të gënjej, mund të gënjej. Kostian, nuk të përgjigj ty. Ama unë nuk bëj, muhabete leku nuk bëj, thash. Edhe kur marr shumë të gjithmonë marr pak, edhe kur kam lek bëj si hallë. Mos Po bën si trime se të pyeti Kostiani, po do shohim si do përgjigjesh para Specit sepse tani nis kaliente. Këto janë pyetjet, nëse ti vendos ti përgjigjesh është shumë mirë, më beso është shumë mirë, nëse jo do duhesh të konsumosh Specin. Shumë djegës, shumë. Thuaj mi se çfarë kemi jashtë? Kemi një ambulancë e cila na pret për çdo rast sepse Fatosi e ka marrë me duart e veta nga ato serat e lushnjës. Nga serat e lushnjës. Ai djegës. Ka që bëka dhe Speca. Merë që ta jep efektin mas 10 sekondash. Nuk e kupton që e ka kafshuar thotë. A mund ta hapit shkretas të A mundem zonja dhe zotrinj? Pa. Faleminderit. Hajde Nuk nderuar. është ndonjë gjë kështu, o zot i madh. Na thuaj sot ku është vendi më i çuditshëm ku ke bërë dashuri ose ha Specin. O baba. Po mirë, po t'ju them që unë nuk është se kam qef të eksploroj shumë vende për bërë dashuri. Jo, zemra, mund dua rahat te krevati, dua në divan maksimumi, në këmbë nuk dua fare se lodhem. Ti dua të rahati Krevati divan? Ama ngucur në për natyrë, në për ditë rera, se më bezdis në për trup. Jo, nuk dua. Rehatia mbi të gjitha motor. Zemra ime bëj dashuri në hotel, Po diçka rehat. ti ke provuar ndryshe nga krevati që mund ta ndash me ne. Apo gjithë jetën krevat. Shpirtim, krevati, divani, në i koltuk në për shtëpi, As lavatrice, edhe në për jo? hotel. Të dhëmin të pasme. Lavatricën centrifug? Lavatricën centrifug? Jo, unë mendoj se gjitha këto, ose mbase jam unë një çik tash po që sush nuk jam më për tilla eksperimente, unë rahat pak sakt aty kaq. Sorry, e shmanga Specin Po ta të vazhdoj shuaj, me po ta tjetër. shuaj. Quhet apo s'quhet? Quhet, po ha pra. Tash kur se ke Po bërë e marrim si të sinqert. Në një nga intervistat e tua je shprehur se të ngacmuar një personazh i njohur që është i martuar. Nëse nuk do t'i tregosh emrin, tregos sot historinë e tij flirtit dhe profesionin e tij ose ha Specin. O Allah, po këto nga magjetët. Trego çdo gjë për Ne Jo, googlojmë. nuk fatkeqësisht nuk do e tregoj. As historinë, as historinë. Po historinë Me mi si çfarë? historinë ti do mos të gënjesh me sa marrim se vesh. këto rrjetet sociale janë. Çfarë shkruaj ti? Ai të çfarë do ta them? Më pas. Thuaj e Të rroj. Mirë. Ka qenë futbollist.
Okej. Vetëm kaq mund të them, po mirë tash. Jo, interesante futbollist. Po futbollistët gjithë ngacmojnë dea tash. Po tani çfarë? Futbollisti që në Kostian. Ti thoje patjetër, po thjesht prisja Futbollisti në gjë kombëtar më. apo? Nuk kam futbollist profesioni, thoshte aty, nuk thoshte saktë dhe vendin e punës se ku punon. Okej, Polonia. çfarë të ka shkruar futbollisti? Ka qenë se u bë dhe kota, që kanë qenë mesazhe i Instagrami flirti dhe unë i kam thënë që hello, a nuk ke ti një grua? Kishte fëmijë? Po, jo, nuk kishte fëmijë. Dhe më ka thënë po, kam një grua. Domethënë sigurisht e një gjë kështu krejt normale. Ka një grua po e kam për shtëpi. Edhe thjesht domethënë do të vazhdu bisedën. Kaq, niente, asgjë. Po në fund të ditës shpun kemi ne me. Kalojmë te pyetja e fundit. Të jetojnë të lumtur. Po. E fundit, i rezistove 2 edhe 1 ke. Sipas teje, kush është VIP-i shqiptar që nuk e meriton pozicionin që ka? Hajde edhe këtu do Nëse përgjigjesh. ti nuk thua emër dia me karakterin tënd që ke. Po pra, po do të mendohem pak që mos t'ja ngjesë Mendo, një njeri. Jo, mendo. Ndërkohë ne ndjekim ser. Tashi, nuk e dia duhet ta them këtë, po se është e para që më erdhi ndërmend. Ajo është më e vërteta. Për shembull, ja, po do ta them se vari lesh, se kështu fakt ke madhe. Jemi motor, po, jemi motor. Për shembull, unë dje u zhgënjeva shumë nga Arbana Osmani që bëri atë gafën në prezantim që përdori një term i cili nuk duhet ta kishte përdorur, kam patur dyshimet e veta tek ajo është vajzë punëtore, domethënë ka bërë programe të tjerë, po që për shembull nuk mbetet ndër moderatorët e mia të preferuara, edhe nuk mendoj se e meriton të gjithë këtë Hype-in që ka marrë po hype-in e thua madh ti. që ka. Po. Po mendoj që njerëzit avash fillojnë po e shohin. Nuk mendoj se është e paaft. Patjetër është një vajzë që punon, është një vajzë që ka aftësitë, po nuk është ai ylli që është drejt. Po thua që nuk duhet që Arbana të ishte rikthyer në televizion? Duhet të kishte mbetur Jo, në nuk do të ishte kthyer, se kuptoj për çka kthehet një herë. Më fal vajzë dashu, ke një karrierë shumë të madhe, po bën një podcast të shkëlqyer, po bën një podcast me fëmijë, ke një biznes shumë të mirë, ke një familje. Po shko se publiku ja ka kërkuar kthimi, siç ja kërkon Arbanës, ja ka kërkuar edhe Luanës. Kështu që mos ndoshta është edhe pak publiku që i do këto, ose për Plus sa gafa kanë bërë drita e njerëzit. skenës televizionit Po. nuk është njësoj si një podcast në Bog. Po nuk mendoj se, ma ajo e ka kënaqësi personale, se Nuk e di normalisht ç'është e ka- ego. Nuk e di nëse ka ego apo e ka realisht dëshirë, por që për mendimin tim është shumë hap i madh dhe shumë hap i rrezikshëm ishte për atë. Megjithatë, suksese, inshallah po del sa më mirë. Se nuk kam çfarë të them tjetër. Po që thash, për mua mendoj se ka një hype shumë më të madh nga ç'mendoj unë sa Nëse meriton. unë mendoj që ka emra akoma më të tjerë po, mendoj tjetër, në se mos janë listë disa përpara kota sa Arbana ajo. Ka emra Osmanit. do Po të tash pra e kam të freskët nga ajo që ta Nga që ndodhi. Okej, po Se ta mua, pranojmë për si mua përgjigje. ishte një gaf që unë nuk ja fal dot Arbanës Dëgjoj, atë nuk që se bëri dia. konsiderohet si gaf, një shprehje popullore, patjetër që mund të konsiderohet si raciste, po është një shprehje popullore që në fund të ditës Shpërdi. ne dhe prindrit tan me atë Po na s'do thotë folin që kur është e tha. saktë. Nuk Për po të them që thënë në nuk është e televizion, saktë, po. nuk thash që nuk është e saktë, Shprehje po nuk ka popullore, pse të unë se kisha dëgjuar të masakrohet për këtë. popullore. Për shembull, unë personalisht se kisha dëgjuar kurrë si shprehje popullore. Është? Jo, asnjëherë. Edhe nuk i është gaf, për atë është gaf. Nëse, më thënë, rëndon pak edhe emri pesha Okej, që e ka, vërtet. dhe sigurisht Do është thoshte një Moza. një- Gafra. Ta thoshte Moza ose Tash ku diu Moza, në një tjetër, edhe pak më Do i ndryshe. tërhiqje po. një çik, domethënë vëmendje, do i thoshe hello se nuk duhet andej këtej, po Po që ka emra të tjerë përpara Arbanës patjetër. Po Se këte kam të unë freskët, po mi prit mendohem. Po unë i kam Jo, jo, thënë emrat s'ka e gjë mi, se po ti e si emrin dhe tënd, është ti e jemi the emrin tënd, kështu që- Ti e the, jo patjetër. Dea e shijove? I shpëtove. Patjetër, unë u knaqa. Edhe ne u kënaqëm, mbarua. Jemi të shpejt. Tak, edhe i herë, edhe Si theti shpirt, pak dhe sakt. Dua në jetë. Ne të falenderoj. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Thank you, kënaqja shumë. Ndërkohë ne do të shihemi sërish të hënë dhe të mërkurë në orën 6 live me të rejat më të fundit nga Showbizi dhe programi përjavshëm çuna. Në orën 8 si të gjithmonë, premten. si gjithmonë. Gjithsesi ju nuk duhet të harroni na bëni subscribe në kanalin ton zyrtar në Andali, gjithashtu na bëni follow në të gjitha rrjetet tona sociale sepse vera është para shumë e shumë prodhime të reja po vinë, kështu që unë them le ta mbyllim me E mbyllim për sot. Pafshim. 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 Andale.